I nderuar atë Spirit të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Zoti na tha disa fjalë që është mirë t'i dëgjojmë përsëri. Ju jeni drita e botës. Një qytet i ngritur në majtë të malit nuk mund të fshihet. Po ashtu nuk dizet një qeri për ta vënë nën babun, po për ta vënë mbi shandan, që t'u bëj dritë të gjitha atyre që janë në shtëpi. Ashtu, le të shndrisë drita juaj para njerëzve, që të shohin veprat tuaja të mira dhe të lavdërojnë Atin tuaj që është në qiell. Mos mendoni se unë erdha për të shfuqizuar ligjin ose profetët. Unë nuk erdha për t'i shfuqizuar, por për t'i plotësuar. Sepse në të vërtetë ju them, derisa qielli dhe toka të kalojnë, asnjë jot, asnjë pikë e ligjit nuk do të kalojë para se të plotësohen të gjitha. Ai pra, që do të shkel një nga këto urdhërime më të vogla dhe do të ketë mësuar kështu njerëzve, do të quhet më i vogël në mbretërinë e qiejve. Kurse ai që do t'i vënë në praktik dhe do të mësojë të tjerëve, do të quhet i madh në mbretërinë e qiejve. Pra, kjo është pjesa që neve dëgjuam sot. Këto janë fjalë që Krishti i tha apostujve, dishepujve, por ai vazhdon t'i thotë nëpërmjet kishës çdo të krishteri në çdo kohë dhe në kohën e sotme. Mesazhet janë të jashtëzakonshme, por ne do t'i prekim paksa duke u referuar dhe etërve të shenjtë të kishës. E para, ju jeni drita e botës dhe një qytet i ngritur në majtë malit nuk mund të fshihet. Shën Joan Gojarti, ky ati i madh i kishës na thot, Krishti nuk thot të bëheni dritë, por ju jeni drita. Do dim se drita, dhe nuk po flasim këtu për dritën e diellit ose për dritën artificiale, por po flasim për dritën mendore, është Krishti, që quhet dielli i drejtësisë, i cili tha për vete unë jam drita e botës. Por jo vetëm Krishti është drita e botës, por ata që janë bashkuar me Krishtin, janë veshur me Krishtin, janë bërë krishtër, sipas pagëzimit dhe mirosjes, edhe ata janë dritë. Pra, patjetër që neve si krishterë nuk burojmë dritë, ne marrim dhe e përçojmë dritën, ashtu si hëna reflekton dritën e diellit. Dhe drita është e vërteta, është hiri, është njoja e Perëndis, është jeta e shenjtë, që ne të krishterët jemi thirrur ta jetojmë dhe ta bëjmë. Kur një njeri jeton sipas Krishtit, ai bëhet jo vetëm dritë për vete, pra ai ndriçon veten, i jep kuptim jetës, por ai bëhet dritë edhe për njerëzit e tjerë, ashtu siç është një dritë që ndriçon dhe të tjerët. Shon Theofilakti thot, qyteti mbi mal nuk mund të fshihet duke na përmendur fjalët e Krishtit, dhe do të thot, çdo i krishter është i vendosur në sy të botës, ashtu si është qyteti në majtë malit. Prandaj përgjegjësia jonë për të qenë i krishter nuk është thjesht një tradicion, nuk është një kulturë ose filozofi, por është një mënyrë jetese. Pra, çfarë është mali? Mali është kisha, ku neve jemi vendosur në këtë kishë, me jetën tonë shpirtërore, me lartësinë tonë morale, që të na shohin të gjithë ata të cilët nuk besojnë në Krishtin. Sot bota nuk e lexon Ungjillin. Dhe duhet lexoj jetët tona. Pra ne të krishterët jemi Ungjilli i hapur tek jeta e tjerëve, te sytë e tjerëve, te veshët e të tjerëve. Prandaj kemi një përgjegjësi të madhe, që do të thotë neve jetojmë si të krishterë jo duke thënë fjalë dhe teori dhe filozofi dhe doktrina të krishtera, por duke jetuar si krishterë, duke filluar që nga mënyra e të veshurit, që nga mënyra e të folurit, që nga mënyra e të reaguarit dhe çdo aspekt të jetës sonë. Kështu ne bëhemi një ungjill i gjallë që lëviz, që dëshmon tek njerëzit. Ndryshe, në të kundërt ne bëhemi një skandal dhe njerëzit për shkakun ton nuk besojnë në Perëndin. Por vazhdojmë dhe me fjalë të tjera që tha Krishti. Po ashtu nuk dizet një qiri për ta vënë nën babun, po mbi shandan. Çfarë është babuni? Shumë njerëz nuk e dinë, por babuni është një enë matse, drithi, që përdonin
fshatar në atë kohë e përdorin dhe sot, dhe babuni pra na tregon interesat e kësaj bote. Pra, kur fatkeqësisht të krishterët më shumë interesohen për gjërat materiale se shpirtërore, më shumë interesohen të hapin dyqanin dhe fatkeqësisht ditën e diel ose të bëjnë tregti dhe mos vinë në kish, pra janë të krishterë thjesht në emër dhe në tradicion. Ky është babuni, pra ku drita e besimit që shkëlqen, që duhet shkëlqej në qiriu dhe qiriu është besimtari dhe drita është besimi, fatkeqësisht interesat materiale, fitimi i kësaj bote që kur bëhet ditën e diel është i mallkuar, ai bën që drita jon e besimit të mos rrezatojë të tjerët. Çfarë privilegji kanë të krishterët ditën e diel? Dita e diel nuk është ditë pushimi, ditë argëtimi, është ditë takimi me Zotin. Këtu kemi ardhur jo në shtëpinë e priftit, kemi ardhur në shtëpinë e Perëndis. Këtu është Krishti prezent në altar, në misterin më të madh, që është kungata hyjnore, që vjen të bashkohet me neve, dhe neve e kemi këtë privilegj ndryshe nga të tjerët, sepse besojmë në Krishtin, jemi pagzuar në Krishtin. Por sa dënohen ata të krishterë që janë të pagzuar, që nuk vinë në kish, që nuk kungohen, kuptohet kur nuk kanë arsye për të justifikuar. Prandaj të kemi kujdes, sepse rrezikojmë që dritën e besimit ta mundim, ta shuajmë me interesat e kësaj bote. Vazhdon Krishti dhe thot, ashtu let ndris drita juaj përpara njerëzve. Pra Krishti nuk thot tregoni veten, siç thot bota, por tregoni dritën e besimit. Jetoni sipas besimit. Njerëzit duke parë veprat tuaja të lavdërojnë Perëndin. Fatkeqësisht jetojnë në një botë egoiste, në një botë që mendon vetëm për vete, në një botë që mendon vetëm t'i japi famë vetes dhe të gjithë të rrotullohen tek vetja e tij. Jo. I krishteri nuk jeton thjesht për egon e vet. Ai jeton për lavdinë e Perëndis. Çdo gjë që thotë i krishteri, çdo gjë që bën, ai duhet ta bëjë për lavdinë e Perëndis, që kështu njerëzit duke parë veprat e mira, mëshira, falja, pastërtia morale, drejtësia, porulësia, durimi, toleranca, atëherë njerëzit thonë, ja, këta janë krishterë, këta kanë besimin e vërtet, këta kanë Perëndinë e vërtet. Ju duhet dini se bota nuk ndryshoi thjesht me retorik. Bota ndryshoi me shembull. Flasim këtu për botën pagane, por në çdo kohë të krishterët e kanë ndryshuar botën me shembull. Edhe neve sot duhet ta ndryshojmë këtë botë, që është një botë egoiste, një botë e cila fatkeqësisht po lavdëron, po për ligj mëkatin, perversionin, neve duhet ta ndryshojmë me shembullin. Bota ka sot nevojë për shembull. Kjo është përgjegjësia jonë. Dhe vazhdon dhe Krishti thot, mos mendoni se unë erdha të shfuqizoj ligjin dhe profetët. Ligji, flasim këtu për ligjin e Mojsiut dhe profetët e dhjatës së vjetër. Fatkeqësisht, siç thotë Shën Johan Gujarti, hebrejt e mendonin Krishtin sikur ai po bënte një fetë të re dhe po prishte ligjin. Por Krishti thot, nuk erdha ta prish, erdha ta plotësoj. Pra, jo vetëm ai ta zbatoi, dhe i vetmi që ka zbatuar ligjin është vetëm Krishti, por ai ta përmbush ligjin, ta përsos ligjin. Çfarë tha Krishti? Është të thënë mos vrit, po unë po i them, kush zemërohet pa shkak me vllajën vet, ka bërë vrasje në zemër. Krishti thot, është thënë mos thye kurorën, po unë po i them, kush shikon gruan e tjetrit me dëshirim, e ka thyer kurorën në zemrën e vet. Pra Krishti nuk ndalon vetëm te vepra, por dhe tek mendimi, dhe tek motivi. Kjo është përsosja e ligjit. Dhe këtë ligj na i ka dhënë ne të krishterëve. Prandaj ne nuk bëjmë thjesht veprat mira, po ne kemi mendime të mira, kemi motive të mira, dhe për këtë Zoti do na gjykojë. Dhe Krishti thot, nuk erdha ta ndryshoj, ta përsos asnjë pikë, asnjë jo të ligjit. Çdo thot, çdo gjë në shkrimin e shenjtë është e frymëzuar. Asgjë nga fjalët e Zotit nuk janë të kota në shkrimin e shenjtë. Shkrimi i shenjtë nuk është një libër i shkruar nga njerëzit. Historira të trilluara e diçka tjetër, ose histori. Është fjala e Zotit që frymëzoi njerëz të shenjtë. Prandaj duhet kemi kujdes kur lexojmë shkrimin e shenjtë. Çdo fjalë ka kuptim, edhe kur nuk ka gjejmë kuptimin, dhe çdo fjalë e shkrimit të shenjtë duhet të bëhet, jo duhet ta anashkalohet. Çfarë bëhet krishterët sot? Fatkeqësisht disa e lexojnë shkrimin e shenjtë, thotë kjo më pëlqen, kjo nuk më pëlqen.
Këtë do ta bëj, këtë nuk do ta bëj. Këtu jam dakord, këtu nuk jam dakord. Jo. Çdo fjalë e Shkrimit të Shenjtë duhet dëgjohet dhe duhet zbatohet. Kjo do të thotë se ti je i krishterë. Dhe vazhdon Krishti thotë, ai do të shkelnin nga këto urdhërimet më të vogla. Pra, shpesh herë na thonë, "Ama kjo është një gënjeshtër e vogël, kjo është një gabim i vogël, mos i jep rëndësi, mos e mbaj mendjen aty." Dhe shkojnë dhe te psikologët dhe thonë, "S'ka gjë, haroje, bëje." Jo. Krishti thotë dhe gjërat më të vogla, një mendim i gabuar, një fjalë e gabuar, një veprim i gabuar, sado i vogël e duket, duhet i japim rëndësi, sepse djalli fshihet te detajet. Dhe një gabim i vogël na çon një gabim të madh. Pra duhet jemi besnik në të vogla që të jemi besnik në të mëdha, thot Zoti. Kështu që neve mësojmë mos i tolerojmë të voglat. Dhe jo vetëm mos i tolerojmë, por nuk do të mësojmë dhe të tjerët kështu, sepse fatkeqësisht për të justifikuar veten, mëkatet tona, ne i përligjim mëkatet tona. Kërkojmë të justifikojmë, të gjejmë justifikime dhe të bëjmë dhe të tjerët mëkatet tona, që kështu themi, ja kjo nuk është mëkat. Gënjej unë, po gënjej edhe ky. Flas unë, gjykoj unë, po edhe ky gjykon. Nuk është gjë gabim. Jo. Çdo njeri nuk do gjykohet për mëkatet e tjerëve, por mëkatet e veta. Dhe më tepër se si ndikojnë tek të tjerët. Tu flasim familje, burr, grua, burr, prindër, fëmijë me njëri tjetrin, miq e shok, kudo që të jemi, ne kemi një ndikim. Pra, të bëjmë kujdes, sepse në qoftë se do tolerojmë të voglat, patjetër do të bijem dhe në të mëdha. Të dashur krishterë, këto janë fjalë të Krishtit që na i thot neve sot. Prandaj, mesazhi i sotëm i kësaj pjese ungjillore është: në një shoqëri ku drita shpesh zëvendësohet nga fama, ndikimi dhe vetë promovimi, Krishti na kujton se drita vërtet është shenjtëria, porulësia, dashuria pa interes. Bota nuk ka nevojë për fjalë të bukura, po bota ka nevojë për të krishterë të sinqertë që jetojnë ungjillin me jetë. Kur besimtari e ruan të vërtetën, e jeton me dashuri, fal, shërben pa interes, mbetet besnik në gjëra të vogla, ai bëhet qyteti mbi mal. Është dritë e njerëzve dhe kështu ai tregon praninë e Perëndisë në botë, që njerëzit duke parë veprat e tyre të mira lavdërojnë Perëndin. Amin.